Unë mendoj që mundet më mirë, duke pas parasysh domethënë se ç'a mund bëjnë këto lojtarë që ne kemi në ekip, mendoj që mundet akoma më shumë. Tani për sa i përket rezultatit, unë jam dakord me ty që kemi 4-4, por që ke interpretimi nuk më pëlqeu ai fillimi i pjesës dytë, me thonë drejtën, sepse u futëm me një panik që nuk e kuptova pse, që nuk është stili jonë ose loja jonë ajo që dum. Por që ndonjëherë ekipet e mëdha edhe në vështirësi marrin rezultat pozitiv, është ai mentaliteti i fituesit që unë e përmend disa herë edhe tek çunat edhe këtu që ekziston këto lojtarë dhe normalisht që i lumtur për rezultatin, patjetër që kemi punë për të bërë, patjetër që ka pas mungesa, por që unë duhet t'i falenderoj këto çuna që dhanë sot maksimumin, sepse nuk është e lehtë, Struga është një ekip që e kemi konkurrencë, Struga është një ekip që ka lojtarë cilësor brenda në ekip, kështu që u bë e vështirë pak, por hiç ato 20 minutat e pjesës fillimin e pjesës dytë, në përgjithësi si manovër, si interpretim, jam i kënaqur. Është fakt se nuk e luajtur asnjëherë tek Struga, apo nuk është se ke përforcuar qytetin, por një trajner që vjen nga Struga në bankinën e Shkëndijës ku ke atë statusin e legjendës, tani e kërkon edhe si trajner, si u ndjeve në këtë drejtim? Me thonë drejtën nuk është se kisha në emocion, patjetër që unë emocionet i kam tek Shkëndija, sepse këtu kam kaluar një pjesë madhe të karrierës. Sigurisht që respektoj klubin tim të qytetit, patjetër që vitet e fundit ka bërë mirë në futbollin maqedonas, por që unë mendoj që nuk kisha emocione, thjesht isha i përqendruar tek ndeshja, tek manovra jon, te interpretimi jon, sepse megjithmonë ishte e vështirë, sepse nuk disa lojtarë që janë pjesë të formacionit mungoshin, por do të përsëris edhe herë që jam jashtëzakonisht i lumtur me këto që e dhanë maksimumin sot, sepse nuk është e lehtë. Provo këtu desha të ndalëm me kaq mungesa, me kaq detyrime, me një 17 vjeçar që luajti gjithë ndeshjen, arrin Shkëndija të fitoj me gjithë këta mungesa, menaxhon krizën, si do të duket skuadra me komplet skuadrë? Ajo që është pozitive është që këto lojtarë që praktikisht futën, që në thojza mund mos jenë titular, por që nuk i dihet futboll, nuk ka titular ose pa titular, kjo është ajo që ne e quajmë manovër, e kanë kapë të manovër edhe interpretimi është i njëjtë. Tani, sigurisht që kishim edhe këto lojtarë që ju e përmendet, që ishin mungesë e rëndësishme, mund të ishte interpretimi akoma më i lehtë, por që kjo është realiteti dhe ne patjetër që duhet përballemi me këtë. Është pozitive shumë që këto japin me 17 vjeçar, por që unë mendoj që me lojat që po bën Anes Abdulrahmani, duket si një lojtar me eksperiencë dhe besoj që nëse edhe pak arrim ne si staf që t'ja rrisim fizikun, unë mendoj që mund të jetë një potencial i arshëm i klubit. 12 pikë nga 4 ndeshjet e para, një cikël i mbyllur në 4 takimet e para, cila do të jetë porosia te skuadra për të vazhduar, sepse nuk ka kohë për të kënaqur, pason ndeshja me Sileksi. Ajo që unë du t'u jap si porosi lojtarëve është të jemi me këmbë tokë. Gjatë çdo ditë në stërvitje të rritemi, sepse futbolli është proces. Edhe gjatë çdo ndeshje që ne të rritemi, të arrisim atë që ne kemi përmend disa herë, ritmin e lojës, sepse patjetër që nëse ritmi rritet edhe manovra është aty ku ne duam të jemi, atëherë nuk besoj që mund të kemi probleme. Por që megjithmenë që duhet të jemi me këmbë tokë, sepse pavarësisht asaj se ne kemi 4 ndeshje, 4 fitore, por kampionati është maraton dhe është i gjatë, kështu që duhet të jemi me këmbë tokë si lojtarët, ne stafi, patjetër edhe drejtuesit. Tani për fund, kemi përfituar nga fakti që kemi luajtur në këtë fushë super terren dhe faktin që kemi luajtur me drita në këtë periudhë kohore të vitit kur në vendin tonë është vapë e madhe? Patjetër që po, është e pashmangshme. Ke një fushë që të lejohesh të luajsh, ke një fushë që mund të luajsh edhe nëpërmjet projektorëve, që mund të luajsh edhe me një freski pak a shumë sa mund të jetë ajo. Edhe ajo që duhet të falenderoj sepse nuk është, duhet të falenderoj këto tifozët që sot ishin prezent, sigurisht ballistët që ato nuk e diskutoj që janë, por që kishte tifozë tjerë që patjetër ajo rruga e gjatë vinë na mbështesin dhe kjo është pozitive. Ajo që ne kemi kërkuar prej momentit parë është fusha, sepse në momentin që ti interpreton dhe keni manovër që të lejo fusha, atëherë çdo gjë bëhet e lehtë. Në momentin që nuk ka fushë adekuate për atë lojën tonë, atëherë mund të hasim vështirësi, por që nuk do jetë një alibi kur do luajmë edhe në fusha të këqija. Patjetër që edhe atëherë do mundohemi të krijojmë dhe do mundohemi që ta fitojmë ndeshjen.